Pasuria nuk përputhet me generale, bën kallëzim penal në prokurin kompetente. Këta kanë me bu? Jo, këta kanë me shku përmes gjykatës, sepse kanë ligje aspektin civil. Roli i agjencisë kundër përparandalimin e korrupsionit është një farë mënyrë, është i parapamë me ligj, është aktiv. Për shembull, Agjencia për Parandalim Korrupsionit e ka drejtori i agjencisë do të jetë antar i atij komisioni që mbikëqyr punën e drejtorit. Gjithashtu Agjencia për Parandalim Korrupsionit e ka dhe një rol tjetër shumë më rëndësi që do të jetë edhe si një lloj balanci që do të ketë efikasitet ky institucion masi themelohet, për shkak se shumicën e deklaratave të pasurisë ndër vite që janë krijuar domthonë agjencia ka u themelu në vitin 2006, ndërsa funksionalizimin e ka mbërë. Jo veç deklaratave, ju bëni edhe verifikimet e pasurisë. Atëherë, me të pyet më një, pse kena nevojë për byro nëse ju e bëni verifikimin e pasurisë? Mendoj se këto pse kemi nevojë është shkak se agjencia ka një kompetencë më të zbetë në këtë aspekt, byros po mendohet dhe tentohet sa e kam pa edhe draft ligjin sepse kam qenë në fillim edhe të ligjit kam qenë edhe antar i komisionit, me pas kompetenca më të zgjeruar. Pse më të zbetë? Çka ju mungon juve? Agjencia ka bën hetime administrative dhe në momentin se gjon diçka që ka pasuria nuk përputhet me generale, bën kallëzim penal në prokurin kompetente. Këta kanë me bu? Jo, këta kanë me shku përmes gjykatës sepse kanë ligje aspektin civil dhe nëse ky ligj ose ky institucion nesër kur themelohet ka atë efikasitetin i vet, do të del në parë dhe mungesa domthonë efikasitetit edhe të prokurisë këtë rast, sepse procesi përmes prokurisë përshkon shumë më ngadalshëm dhe po del shumë efikas. Nëse ka sukses ky ligj edhe ky biro, domthonë çet në parë dhe ato mos suksesin e prokurisë me tajtimin e këtyre rasteve. Afrem, sa kallëzime penale që kanë të bëjnë me verifikimin e pasurisë i keni boju vitin e kalum, nëse i den, jo që të kom thonë. Nuk e di me shifra sakta, po dikon janë ndoshta 30 ose deri në 50 mund më konë, është raporti që kemi bu publik. Na bëjmë hetime administrative, morrim... Pavarësisht prej sa verifikimeve, ju kanë dalë 30 deri në 50 kallëzime? Rreth 2000 zyrtarë publik, subjekte deklaruese, sepse janë dy llojesh subjekte zyrtarë që deklarojnë pasurinë, janë zyrtarët e lartë publik ku janë presidenti edhe me poshtë, dhe zyrtarë tjerë që kanë hyrë me ligjin e ri me plotësim ndryshimin, mjekët, profesorët, hetuesit policorë, zyrtarët doganorë dhe kategori tjera, që janë vetëm subjekte deklaruese dhe ku të bashkohen këta kemi rreth 2000. Aty në rreth 2000 japim edhe shpërthime. Masi je që 18 vite, a kina e shifër ti sa dënime janë bo për çështje të mos përputhjes së deklarimit pasurisë? Janë relativisht të vogla, të pakta dhe janë pa vlefshme kështu, që me thonë që dikush që na kemi bërë kallëzim penal që ka deklaruar rrajshëm pasurinë dhe nuk kanë qenë obligum dhe kemi çuar në prokuri, shumica aty në janë hudh poshtë, janë dënuar me kusht, me gjoba edhe shumica janë mbyllur ose edhe janë përmbaruar domethënë.